LSI ka sulmuar është për Edi Ramën pas deklaratave të një dite më parë nga Berati. Pasi u ktheu krahës socialistëve të thjesht për 4 vite me radhë dhe i dha gjithë pushtetin oborrit të tij të rilindjes, tani kujton se mund të mashtrojë për herë të dytë socialistët, duke u thënë se nuk e ka fajin zullumi i tij me pushtetin dhe përbuzja e tij ndaj tyre, por na e pas ka fajin LSI-ja që është në koalicion. Kjo alibi e tij është e mirë dhe e pashpresë. Problemi i tij i madh është se ai është i tmerruar nga zgjedhjet e lira dhe vota e lirë. Ai bëri çdo përpjekje që opozita të mos hynte në zgjedhje, me qëllim shkatërimin e opozitës dhe manipulimin e zgjedhjeve përmes përdorimit të segmenteve të policisë të lidhur me grupet kriminale të drogës. Ai rilindjen e tij e ktheu në ndërmarrjen më të madhe të drogës në Europë. Ndaj edhe një skenimi i turpshëm ditën e djeshme në mitingun e Beratit, në bashkëpunim edhe me segmente kriminale të policisë për gjoja blerje votash, është përpjekje e dështuar për të trembur dhe friksuar Lëvizjen Socialiste për Integrim. Le të çmendet kryepolici, Lëvizja Socialiste për Integrim do të dalë forcë e parë në qarkun e Beratit sepse është shpresa e rinisë dhe fundi i oligarkisë. Kësaj deklarate i parapriu njoftimi i policisë së shtetit se ka nisur procedimi penal ndaj kandidatit për deputet Gledion Rehovica dhe drejtorit të Spitalit Berat Ilir Frashëri për akuzat e korrupsionit aktiv në zgjedhje dhe përdorim të funksionit publik në veprimtari politike ose zgjedhore. Ndërkohë, 3 ish drejtorët e burgjeve të emëruar nga LSI thonë se shkarkimi i tyre është i palishëm dhe i paprecedent. Sipas tyre, qëllimi është keq përdorimi i burgjeve nga partitë politike duke rrezikuar sigurinë kombëtare. Ndërkaq, turi i takimeve të LSI-s ka vijua në qytetin e Vlorës ku Ilir Meta ka prezantuar kandidatët për deputet në këtë qark. Kjo nuk është një betejë e LSI-s, kjo është një betejë e rinisë së Shqipërisë për t'i dhënë një shans gjithë trinjve dhe të rejave një herë për gjithmonë dhe për t'i dhënë fund qeverisë e cila i shikon qytetarët me arrogancë. Ne do ta shohim një tjetrin sy në mënyrë që t'i kuptojmë më mirë hallet dhe problemet tuaja